Nuk mund të shmangje do dashnorin tënd? Edhe në këto rrethana duhet ta cilje patjetër? Kurse ti po sidhesh si një fëmijë 5 vjeçar, Fernando. Që ngeni fejuar tashma. Shumë mirë, nëse doni, mund të hymë edhe t'ja themi gjykatësit. Me pak fat, do marr kujdesarinë e djalit. Nuk do ta marrësh djalin tim. Jo lutem. Kjo nuk është as vendi dhe as momenti për diskutuar. Mirdita? Mirdita. Do të hynë brenda vetëm bashkëshortët. Mirë, në rregull. Ju lutem. Zini vend, ju lutem. Dua të jeni të vetëdijshëm që ky këtu nuk është një ring për të ndeshur. Jemi këtu për të vendosur mbi jetën tuaj, si dhe mbi jetën e një fëmie. Prandaj do t'ju kërkoja që të silleni si persona të qytetëruar dhe të nderuar. Pas shumë përpjekjesh dhe bisedash dhe orësh të gjata diskutimesh e tjera, vin përpara kësaj gjykate civile zonja Maria Aldana? Po. Dhe zoti Fernando Ortiz. Po, zotri. Po ja u kursej të gjitha formalitetet dhe kështu të jam drejtën tem. Zoti Ortiz, sipas asaj që është nënvizuar në këtë dokument, ju ishit ai që kërkoi zgjidhjen e kontratës martesore. Këtu kam precedentet, të gjitha dëshmit, kopjen e padisë penale si dhe vendimin. Zoti Ortiz, ju vazhdoni ta doni zonjën Aldana? Funksioni im nuk është të ndëshkoj, por të ruaj dhe të mbroj sa më shumë themelet e shoqërisë që është familja. Pra përgjigjuni ju lutem. Vazhdoni ta doni? Po. Po zoti gjykatës, vazhdoj ta dua. Tani që unë pranoj që jam i dashuruar pasaj, do doja të them vetëm se kjo grua, të cilës jam përpjekur të jap çdo gjë gjatë gjithë kohës që jetonim bashk, vetëm sa është tallur me mua. Gjithashtu ka paftyrsinë të vi këtu me dashnorin e saj dhe që pret atje jashtë. Kjo nuk është e vërtetë. S'është e vërtetë që është dashnori yt atje, lutem. Maria. Mos më bëj të flas. Kanë shumë kohë që jetojnë bashk. Dhe veç kësaj po marrin dhe ti mbirë. Dhe nuk e kuptojnë se sa keq po e bëjnë kështu. Unë dua vetëm të theksoj se kjo grua ka precedent penal dhe që është e vërteta zoti gjykatës, vetëm gjë që dua është kujdesaria e djalit. Qetëso, gjithçka do të shkojë shumë mirë. Po si do të shkojë mirë? Fernando është një leqar. A ti nuk i intereson që nëndon Maria në djalin as kënd. Unë nuk dua të humbas ti mbire, sus. Unë nuk e kuptoj pse duhet ri këtu, duar lidhur, ndërkohë që ai idioti lufton për kujdestarinë e djalit tim. Kjo është ajo që duhet bërë ligjërisht. Fillimisht duhet fitojmë kujdestarinë, të përgatisim djalin. Nuk mund shkosh e ti thuash kështu kaq kollaj që je jati. Po si, tani e di, por kupton, sidoqoftë unë nuk por marr pjesë fare. As që më zhdën mundësia që të luftoj për të. Fillimisht duhet fitosh dashurinë e tij, besimin e tij. Pastaj gjërat do të jenë shumë më të lehta. Qetësoni, zoti Ortiz. Qëllimi i kësaj seance nuk është shqyrtimi i gjërave që kanë ndodhur kohë më parë, por përpjekja për të shpëtuar familjen. Ju keni për t'i thënë një gjë burrit tuaj, zonja Aldana? Fernando, unë dua vetëm që ti të dish se kur nuk kisha si qëllim të lëndoj asnjëri. Dhe dua të të kërkoj, të të përgjërohem nëse është e nevojshme që të mos ma marrësh djalin tim. Të përgjërohesh? Sa ko kalova unë duke të përgjëruar, Maria. Të përgjërova të kthehesh që të mos shkatronin familjen. Të përgjërova për Jorgen, të përgjërova për gjithçka dhe ti mendjen veç tek Antonio. Ti dhe fund kësaj. Ti më shkatrove mua, ti shkatrove gjithë familjen. Mos më bëj të flas. Mirë, mos më detyro. Dhe nëse është e vërtetë që do Jorgiton, nëse është e vërtetë që i gatshëm të japësh jetën për të thuaj të vërtetën dhe të japim fund kësaj historie. Shikoj se problemet e kësaj marrëdhënie nuk janë as pak të lehta për të zgjidhur.
Megjithatë më duhet të them se për shtetin ekziston një përparësi, që është fëmia që ju keni dhe që meriton të jetojë në gjirin e një familje të bashkuar. Dhe megjithse kjo martesë do të mbetet e anulluar duke filluar që nga ky moment, është detyra ime të këshilloj që të arrini në një marrëveshje dhe që t'i jepni fëmijës një siguri dhe një qëndrueshmëri emocionale për të cilën ka nevojë, duke ripërtërirë martesën përsëri. A do të ishit e gatshme ta bënit zonja Aldana? Përgjigju, Maria. Do ishe e gatshme t'i kthej familjen e tij djalit. Ma vjen keq, por nuk mund ta bëj. Martesa mbështetet në besim dhe në dashuri dhe s'do t'ishte fare ndershme nga ana jonë të përpiqeshim sërish. Po ju çfarë thoni, zoti Ortiz? Jam gati të bëj ç'të thoni vetëm që të kem djalin. Në këtë rast, me që martesa juaj shpallet përfundimisht dhe zyrtarisht e anulluar duke filluar që nga ky moment, dhe me që shqetësimi i shtetit është të mbrojë më të miturin, ai duhet të qëndrojë nën kujdestarinë e nënës. Djali do të jetojë me të jemën dhe ju do të mund ta vizitoni atë një herë në javë dhe do të jetoni me të 2 fundjava çdo muaj. Si të duket, ha? Sot është dita e madhe, Andrea. Për çfarë? Mos ma bëj ashtu atë fytyrë. Është dita e madhe për të dyja. A nuk doje të akmiresh ndaj Antonios, ha? Po. Por jo me poshtërsi që bën ti, Franciska. Poshtërsit që bëj unë dhe që të leverdisin bukuroshe. Kështu që mos ma hidhe ro këtë moment, sepse jam në humor shumë të mirë. Nuk duroj dot sa të shikoj atë fytyrën e budallajt që do të bëj Antonio. Do të jetë diçka spektakolare. Dhe je i sigurt se gjithçka do të shkojë mirë apo jo? Do të shkoj për së mbari. Antonio tani mori fund. Uli kujdua. Më në fund, Cezar. Më në fund. Më në fund do të kemi sërish fuqinë në duart tona, Cezar. Të gjithë fuqinë. Të kaq shumë para. Më dhanë kujdestarina Orges. Urime. Urime. Mirë kthehemi një herë. I e gëzuar, a? Po ja, puna është se Fernando do të mund të takoj një herë në javë dhe të rrimet të çdo 15 ditë. Mirë, por e fituam këtë betejë. Mirë. Po tani, çfarë do bën? Do t'i thuash Orges që ti je jati? Po. Do t'ja themi kur të vijë momenti. Duket se ky moment s'do të vijë sepse mendoj se Orgeja s'do të arritë të doj kurrë. Dhe nëse jo, unë do t'i flas. Ti nuk do të guxosh të bësh një gjë të tillë. Nëse nuk thash që Orgeja nuk është djali yt, është sepse djali të do. Por nëse ti flet kundër Antonios, të betohem që do të padis. Dhe do të kërkoj që ti të mos e shohësh më kurrë. Më kuptove? Mund të shkosh të marrësh djalin tënd. Do ta apelosh? Jo. Për çfarë? Mirë, po shkoj të shikoj Uljetën. Me sa duket gjyqi i saj do të bëhet brenda një jave. Me të vërtet? Po, datën e saktë ende nuk e kemi. E po, Mirë. Mi bëj shumë fala. Antonio? Jesus. Faleminderit, Mi Jesus. bëj fala, të lutem. Po, patjetër. Faleminderit. Mirë. Shkoj marrim Orgiton tani? Preferoj të shkoj vetëm. Nuk dua të zjem sërish me Fernando. Yes. Shiko, për të mirën e Orges, duhet japim fund duke i thënë që unë jam baba i tij. A për çfarë do të presim sa të bëhet 30 vjeç për t'ia thënë, ndërkohë që ai idioti do vazhdoj të flas keq për mua sa herë që ta takoj? Po do të jetë hera e fundit. Tashmë ne e kemi me vete. E pra jo. Unë nuk jam dakord. Nuk jam dakord. Mirë, më vjen keq. Unë mendoj se është më mirë.
Zemra ime. Ato tha babi që do të vish jetosh me mua? Por përse nuk rri edhe ti me ne? Jorge, ti dhe unë e këshim biseduar dhe tani mama jote dhe unë nuk mund të jetojmë bashkë. Unë do vazhdoj të jem baba yte dhe do të dua shumë, do mendoj gjithë kohës për ty. Hë? Miru pash. Dëgjoj. Ta lutem i thuaj Antonios që nuk do ta zor dot kurrë fundit tim. Thuaj që nuk do ta lejoj. Ik tani. Po, Fernando. Thuaj miru pafshim babaj tënd. Miru pafshim, babi. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Kam lajme shumë të mira. Gjyqi do të bëhet pas një jave pak a shumë, megjithse ende nuk më ka dhënë një datë saktë. Me të vërtet? Po Paula do dëshmojnë favorin tim? Jo, mos u shqetëso. Me këtë do të merrem unë. Nuk dyshoja. Dëgjoj. Çfarë? Edhe sa mundësi ka realisht që të më lirojnë? Shumë mundësi ka. Ki besim tek unë. Faleminderit. Po pse? Shumë faleminderit për gjithçka. Dëgjoj. Po? Mund të kërkoj një ndër tjetër. Vizitë martesore. Përse ja? Jo. Fol, çfarë nevojtet? Dua që ti thuash Omarit shumë faleminderit për lulet që më solli dhe thuaj që të vitë më takoj. Julieta, përse nuk mendon të fillosh përsëri jetën? Për pa Omarin. Ai nuk bën për ty. Përse më thua këtë? Omari më do, edhe unë e dua, dhe nuk do të heq dorë nga ai. Ç'kemi? Ç'kemi? Çfarë ke? Unë? Çfarë ke ti? Asgjë. Omar, po mendoja për atë që më tha atë ditë në kafene. Shiko, do të ta shpjegoj. Ai që më përshëndeti quhet Jose. Është vllai i Julietës. I asaj për cilën të kam folur, i të dashurisë sime. Okej. Dhe dëgjoj çfarë. Kishe probleme? Po, por kjo s'ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është se unë e dua Julietën, ta kam thënë këtë. Të tashmë e di, e kuptova. Dhe unë do të kërkoj të falur që kam ndërhyrë në jetën tënde sentimentale me kaq forcë. Sepse kjo është e vërteta. Nuk duhet të puthja. Silvia nuk ka të bëjë me puthjen. Shiko, Omar, do të ishemi sikur nuk ka ndodhur fare, okay? Domethënë ta kam thënë edhe një herë, por do ta lëm me kaq. Po. Do të shkojmë në një spital tjetër? Jo, se puna është puna, po jo. Me qëra fjala, e ke kartelen e Viktor Gonzalesit të 324-ës? Ndërse, se po shkoj ta marr. Orgita, birim. Si je i gëzuar? Të mori malli? Tomasa, më lër pak vetëm e të? Po shkoj në kuzhinë, do të të bëj një ëmbëlsirë shumë të mirë. Prit pak zemër. E di që je i treshtuar, dhe se kjo që po të ndodh nuk është e lehtë. Por unë dua që të ri dhe me ty dhe me babin tim bashk. Po do t'jesh me të dy, zemra ime. Baba yt dhe unë divorcuam, por të dy të duam shumë dhe kërkojmë më të mirën për ty. Ai do të vi të çoq çdo javë dhe disa ditë do të shkosh në shtëpinë e tij. Dhe tani nuk do të ziheni më? Jo, tani nuk do zihemi më, po prandaj bëm këtë, zemra ime. Ë? Më prit. Alo.
Maria, si shkuan punët në gjyq? Mirë, Jorgito tani është këtu me mua. Po, atëherë, përse më dukesh e mërzitur? Sepse unë mendova se do t'ishte ndryshe, për Jorgito është shumë i trishtuar dhe nuk di ç'të bëj që ta ndihmoj. Motra ime, kuraj. Gjëra do të përmirësohen dhe ti nuk je vetëm. Shiko, do të shkoj të takoj Julietën për t'i dhënë lajmin e mirë dhe pastaj do të vi të shikoj. Faleminderit Marisol. Nuk e di ç'do bëja pa ty në këtë moment. Të dua shumë. Dhe mos u shqetëso tani, ja? Edhe unë motër. Ç'kemi? Ç'kemi? Po ku është Jorgito? Shkoj në dhomë, është shumë i trishtuar. Ashtu? Po. Sigurisht. Për punën e Fernandos apo? Po, prandaj është kështu. Sa do më pëlqente të mbaronte kjo punë dhe të ishim bashkë për gjithmonë. Të betojmë që të kuptoj, por Jorgito është shumë i hutuar. Kështu që duhet t'i japim kohë. Kohë? Dhe sa kohë? Kur dashuria o t'jetet kaq e madhe, sa t'arrit mund çdo gjë. Në atë moment Jorgito do t'jetë me ty dhe asgjë nuk do t'na ndaj më. Të premtoj. Mirë, të paktën shpëtuam nga një gjë apo jo? Po. Edhe ti më dukesh më mirë. Po. Këtë e këtë. Shumë faleminderit, me të vërtet. A, këtu është mirë, faleminderit. Nuk ka gjë. Marisol jam këtu. Julieta. Si e? Shumë mirë. Po, Rosita si është? Mirë, mos u shqetëso. Tashmë karoj edhe në shkollë edhe në shtëpi. Po ti si ke qenë? Mirë. Me aq sa mund të thuhet këtu ku jam. Maria, tashmë ka Jorgito në vete. Sa mirë, më bëhet shumë qefi për të. Ç'ndodhi me Fernando? Se di, pas pak do të shkoj takoj Marian, por fillimisht preferova të vija të jepja lajmin e mirë. Çfarë ka? I e trishtuar? Sepse është shumë e vështirë. Dhe mendova se ishte Omari. Mos pa merr për të keq. Po unë të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë që erdhe të më vizitosh, por ai nuk ka. Nuk ardhe të të shoh. Jo. Marisol, unë nuk mund të rritet më. Ky vend është i ferri vërtet. Dhe pastaj, pas kërcënimit koronados, nuk mund të miqet nga mendja që ai do t'i bëj keq vajzës time. Jo. Dhe nuk mund të mos mendoj që ndoshta nuk do të arrijë të dalë gjallë që Jo, Ulieta, mos mendo kështu. Ti duhet të bësh durim. Jezusi thot se gjyqi im do të bëhet shpejt. Për të betohem. Çdo minutë këtu është një përjetësi. Motor, nuk mund të dorëzosh tani. Mos e bëj për Omarin, mos e bëj për Rozitën. Bëj për veten. Dhe mendo se ne të tjerët, familja jote, të duam dhe se po presim që të dalësh. Nuk mundem më. Jo, Jesus, gjithçka po shkon si mos më keq. Ai idioti mund ta takoj djalin tim sa herë të doj, dhe unë nuk mund të bëj asgjë. Maria kërkon që të pres, që t'i jap kohë djalit dhe veç kësaj, edhe ndërmarrja po më shndrohet në një shesh të vërtet betejë. Po çfarë ke ti kështu? Me qëra fjala për betejë duket se po afrohet një. Do të marr më vonë. Inxhinier, më falni. Lëre. Mat sa kokfort që është. Si je mbretim? Çfarë do nën? E di që je shumë i zënë me punë, por kjo është për të mirën e ndërmarrjes. Eja të lutem. Hajde. Ja, ku është?